Herolind Shala, që pritet të transferohet së shpejti te Partizani, është një lojtar i nivelit të lartë që ka luajtur me kombëtarën e Shqipërisë dhe përfaqësuesen e Kosovës. Me atje në vitin 2016, ai ishte në listën e zgjeruar të trajnerit të Piazzi për kampionatin evropian të zhvilluar në Francë, por në fund ishte një mes 4 lojtarëve që u desh të linin fazën përgatitore në Austri dhe të ktheheshin në shtëpi pasi nuk bënin pjesë në listën zyrtare të kombëtares. Përveç Shalës në shtëpi shkuan dhe Rashica Rahmani dhe Gjimshiti. Herolindi dhe 2 të tjerët u bashkuan Kosovës ndërsa Gjimshiti qëndroi me Shqipërinë, ku së fundmi shkroi historinë duke u kualifikuar në kampionatin evropian si kapiten. Familja dhe vetë Herolindi në atë kohë nuk e morën lehtë largimin nga Shqipëria. Ai menjëherë vendosi të bashkohej Kosovës, teksa në atë kohë vëllai i tij Mirlind Shala shpërthente në rrjetet sociale. Për fat të keq, Herolindi nuk do të luajë në Euro 2016 në Francë. Familja ime dhe unë jemi thellësisht të zhgënjur dhe të befasuar nga ky vendim. Për fat të keq, pas kësaj unë nuk mund të mbaj më të njëjtin respekt që kisha më parë për trajnerin. Personalisht nuk do të ndjek më ekipin kombëtar shqiptar në kampionatin e ardhshëm. Për mua shprehja Kosova-Shqipëri do të jetë po aq e provokueshme sa thënia Kosova-Serbi. Për mua Shqipëria ndihet si një vend i huaj, shkruante Mirlind Shala. Pavarësisht polemikave të shumta, Herolindi vijoi karrierën në Kosovën ku luajti në total 27 ndeshje. Një nga ndeshjet e rezultuar ishte pikërisht ajo kundër Shqipërisë më 29 maj 2018, ku Kosova dominoi atë ndeshje miqësore dhe e fitoi me shifra 3-0, me dopjetën e Zenelit te golin e Shegrovës. Pas asaj ndeshjeje nuk mohoi festa dhe një postim i Shalës në rrjetet sociale ku shkruante: "Na nënçmuat, në rregull, ne flasim vetëm në fushë, ne me Kosova dhe prisni gjëra të mëdha në të ardhmen. Faleminderit bashkëtetar për përkrahjen e madhe. Të dua vendlindja ime." Ky postim u përball më pas me shumë kritika nga ana e opinionit sportiv shqiptar dhe mes fushorit qytetar të reagonte me një shkrim, ku sqaronte deklaratën dhe në fund kërkonte falje. "Përshëndetje të dashur miq, dua të sqarohem për një shkrimtimin pas ndeshjes së dieshme vëllazërore mes Kosovës dhe Shqipërisë. Fjala na nënçmuat ka qenë vetëm për disa gazetarë dhe analistë, por edhe për trajnerin italian që na kanë nënçmuar para ndeshjes dhe jo për tifozët ose ndokënd në federatë. Si profesues e re nuk meritojmë nënçmim, së paku meritojmë përkrahje për të rritur pasi te ne si futbollistë që luajmë për Kosovën, mundohemi të prezantojmë sa më mirë shqiptarët kudo që janë. Mbi të gjitha ne jemi të gjithë shqiptarë, ne jemi të një kombi, por kemi 2 ekipe futbolli. Të gjithë që jeni ndjerë të ofenduar ose jeni prekur nga i shkrimi imi, ju kërkoj falje, edhe pse qëllimi nuk ka qenë për të lënduar askënd. Faleminderit për mirëkuptimin shqiptarët kudo që jeni. Forca Shqipëria dhe forca Kosova, sqaronte Shala në atë kohë.